as te Paris Guri, as te Gzim Hazrolli, as te kërkush. Është puna që mbledhet ajo paria e partisë edhe e orienton votat. Në rastin e LDK-s nuk ka që shto pranverë, se i ki 2 njerëz të paktën, që për 3 njerëz që kanë garu për herë të parë të zgjedhë dhe janë zgjedhë deputet. Ma dje kanë morë numër ko gjithë ma të vota. Se pas ty në qëndron dikush që është prej deputetëve të vjetër edhe prej kryesis që i shtynë. Gjithmonë në një parti, kur hynë njerëz e ri, ka dikush që e ka sjell personin parti, edhe gjithmonë dikush e sjell parti. Gjithkush dika ne vjen parti. E çka po vjen kjo që struktura tjetër. Parisin këtë rast është ka qenë deputet në zgjedhjet e kalume. Kryetari i forumit rinor. Edhe ai ka me të shty, edhe çështu ka ndodhur. Këto strukturat e vjetra e bojnë skenarin, edhe qaj skenar shka përmes strukturës parti. Edhe këta tret të LDK-s që kanë hy këta të rritë, i ka shty dikush ose kanë bodi qka që për të Po kushtërëm, i ka shty, se kjo shkon me skenar. Po kjo shtyvja sa është demokratike, zona Po nuk është fare, ta kanë tjetërsu votën edhe ja hub vullnetin, edhe trive, edhe personave, nuk do me thonë që dush me qeni ri nga mosha, nuk po flasin nga tri nga mosha, po tri në parti. Tri në parti, po ty ta hub vullnetin me qenë, do me thonë, me shku me një parti, ku do që t'jetë. A, pa më prasysh, shtu parti që i kemi në skenën politike. Ty të hubë vullnet se si të shkojsh kanë me t'i vjetë votat, si t'hesh listë. Pranverë, nëse muj me folë, Parisi nuk në këtë rast, është djali mirë, i shkëlqyshëm, i përgatitur e krejt, nuk e përfaqëson të rritën e parti, për faktin se para kjo ka qenë deputet në legislaturën e kalume, ndonë se nuk erë mundësia me tregu vetën se asnjëherë nuk u konstitu si duhet kuvendi, dhe është kryetari i forumit rinor, pra ka struktura në këtë rast që po thu, kështu që parimisht po flasim, kështu që edhe pranvera parimisht po flet për gjithë partit. Çështja është se ti mundesh sot me arë në parti, po me pas strukturën ose me qeni prirur, ke ardhë me synimin me u bot deputet me çdo kusht, ki financa me mbështet se pa pare ti s'munesh as këta komisioner me i angazhu, edhe kur e ki synimin të tillë, ajo djen parti, ajo para 10 vjetë ty nuk ban të mirë, heq. Ka njerë që